Autori Spiro Thomari ka sjellë për lexuesit romanin e tij më të ri, Shkrirja e Asbergut, një jetë, një vepër sociale që prek historinë e një familje shqiptare ndër vite. Libri u promovua te klubi i krijuesve Jonian me prani të krijuesve dhe dashamirësve të librit në Sarandë. Shkrirja e Asbergut, një jetë, ishte romani më i ri që autori Spiro Thomari nga Bregdeti i Sarandës ka çuar së fundmi në duart e lexuesit. Një stacion, domethënë, si pritjes që është rezervuar nga lexuesi. Këtij romani social ishte promovimi që ju bë mes krijuesve sarandiot, dashamirësve të librit dhe leximit me nismën e klubit të krijuesve Jonian. Shkrirja e Asbergut të një jete, përjetova jetën e familjes time, të një familje të njerëzve të mi, të viteve 1960-1990, kur u pris sistemi. Për gazetarin dhe poetin Panajot Buli, romanin e bën interesant, tema mjaft specifike e trajtuar me delikatesë e thellësi, përshkruar nga humanizmi dhe nga dashuria brenda familjes. Romani është si një ndërtesë e lidhur fort me dy shtylla që janë, dy çifte me çapinë e bukur që janë motrat dhe fasadën me historinë e bukur nga Gjirokastra. Në vështrimin stilistik dhe figuracionin funksional i pa vlerat e shtuara të romanit, kryesja del vinjote Natasha Xhelili. Një nga veçoritë stilistike më interesante është përdorimi i një gjuhe që lëviz mes figuracionit poetik dhe thjeshtësisë së përditshme. Përshkrimet e natyrës, si ai i shiut, i qiellit të plasaritur, krijojnë një sfond simbolik të fuqishëm. Por në çastet e përsijatjes personale, gjua bëhet e drejtë për drejtë. Nuk kemi fjali të ndërlikuara filozofike. Kemi mendime që rrjedhin natyrshëm, sikur të ishin të folura me zë të ulët. Pikërisht ky kontrast mes figuracionit të ngarkuar dhe ligjërimit të shkujdesur krijon një tekst në dy nivele. Ndërkaq, kryesi Behar Maze tha se romani është një kontribut për të vënë përballë humanizmin e atyre viteve me qëndrimet individualiste që prodhon koha e sotme. Ngjarjet që trajtohen janë problematikë shoqërore të viteve 70 dhe i ka vendosur qoftë në qytetin e Shkodrës, qoftë në rrethinat e Durrësit dhe pjesa më të madhe ka vendosur ngjarjet në qytetin e Tiranës dhe mua më vjen mirë që Kik është ndalur dhe tamam duket që është edhe edukator vet, po merr pjesë me të vërtet shpirtërisht nëpërmjet faqeve të romanit, e ka vënë në epiqendra të shtëpinë e fëmijës si një strehë dhe kujdesi për cilën dhe mesazhe edhe për të sotmen. Romani fundit është vlerësuar edhe nga krijuesit Xhevdet Ahmeti e Ibrahim Didani, ndërsa pjesëmarrëse në promovim ishte edhe lumturia, një prej personazheve reale të romanit. Unë jam një nga personazhet real, me Spiron jam njohur rastësisht dhe kemi prezantuar deri diku ngjarjen, ku brenda ka futur të gjitha problemet që brenda në të jep gëzimin, hidhërimin, vazhdimin e jetës, pozitivitetin për vazhdimin e jetës. Romani Shkrirja e Asbergut të një jete është i 20 në radhën e botimeve në poezi e në prozë që mbajnë firmën e autorit Bregdetas Spiro Thomari.